qytetarë shqiptarë. Por nëse zoti kryeminist do të ishte i shqetësuar pikërisht për këtë gjë, për cilë ai thotë që kam marrë një komunikim me 65 prindër dhe mësues, gjë që nuk e di si i mat, sepse gjithmonë sa herë ka ndërmend të marrë një vendim, këtë formë ka gjetur, që i pyeta me postë, mu përgjigjen me postë, ka shqiptarë dhanë këtë mendim e radhë, dhe ka harruar që posta dhe komunikimet e tij nuk janë referendume, nuk janë vendimarrje të cilët kërkon të shesë si një mbështetje popullore, po janë gjithmonë vendime të cilët lidhen në interesin e tij personal, po dhe të forcës politike që ai drejton. Mendoni që ashtu çdo gjë e ndaluar do shkoj drejt zhbërjes, edhe kjo do gjenden mënyra që përsëri profilet hapen nëpërmjet kanë filluar që sot madje ndër fjalët më të klikuara në Google ishte VPN free. Pra metoda po gjendet ende pa u mbyllur. Metoda do të gjenë sepse kjo ka ndodhur sa herë që gjërat kanë ndaluar. Si në kohën e Enverit kur nuk lejoheshin për të parë kanalet e huaja, prodhonin ato kanaqet që ishin forma e marrjes dhe kapjes sinjaleve për të parë kanale italiane apo kanale të tjera. E njëjta gjë ndodhi me bastet, pra kur këto u ndaluan, lojrat e fatit, përsëri u gjet mënyra nëpërmjet celularëve apo forma të tjera ilegale ku një formë në mënyrë informale qarkullonte dhe vazhdon të qarkullojë një monedhë e cila nuk merret dhe nuk përdoret nga shteti. Por nëse shteti do ishte kaq i shqetësuar, më shumë do të mendoja do ishte platforma e cila ishte baza ku u përdorën nga grupet kriminale, ku u përdorën nga grupet e hakerave shqiptar, siç ishte ajo platforma jo TikToku, Telegram. Pra platforma Telegram vazhdon të përdoret dhe nga hakerët e tjerë, ku janë ekspozuar në kësaj platforme, ne kemi parë ekspozimin e targave, të dokumentave, të materialeve të tjera, të cilët ishin hakeruar ndaj e thyrës së sistemit të mbrojtjes për shkak të mbrojtjes kibernetike. Pra kjo vazhdon të jetë në Telegram gjen platformë e cila ofron armë, ofron drogë, ofron sende të paligjshme, dhe me saj ato janë gjendje të krijojnë nën grupime, të cilët her pas here nuk janë gjendje ose të prodhojnë pornografi, ose të përdorin forma të tjera të presioneve, si gjobvënia apo presione të tjera, që kanë krijuar patjetër edhe drama apo kanë krijuar edhe probleme ndaj një shoqërie ku kryesisht futen jo pak po dhe minoren, që ekspozohen në mënyrën e regjistrimit për shkak të pamundësisë për t'i verifikuar nëpërmjet filtrave apo formave të tjera të kontrollit. Pra kjo një gjë nuk ndodhi me Telegramin, edhe pse Telegrami ishte më i emergjent për mbyllje, për kufizime, sepse aty po ekspozohen pikërisht ato elemente të cilët tash u morën dhe u thyen nga sistemet e sigurisë.